Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kemi përmendur në takimin e kaluar, respektivisht në përmbyllje të rrëfimit për atë gruan e cila përkundër veprave të shëmtuara, përkundër jetës së gabuar që ka udhëhequr, në fund Allahu ja ka mundsuar që të ndinë keqardhje dhe ta shpreh këtë keqardhje brenda mundësive që ka pas, duke i dhënë ujë një krijesë të Allahut mënduar, e këtë bëmirësi Allah e ka vlerësuar shumë. Kemi thënë se muslimani nuk duhet me në vlerësua asnjë vepër, por duhet të jetë i bindur në Allahun xhallahu ala se çdo punë që e bën për Zotin, Allah e shpërblen shumë fish. Mirë po, fuqia e shpërblimit fillimisht buron nga fuqia e besimit dhe fuqia e të brendshmës. Sa më sinqeriteti më i madh, besimin e Allahut sa më i fuqishëm, sa më i bindur në premtimin e Allahut xhalla xhelaluhu, aq më tepër edhe shumë fishohet shpërblimi. Pastaj normal edhe vepra jashtë sa më e dobishme, sa më e mirë, edhe kjo ndikon në shumë fishimin e shpërblimit. Kjo grua në aspekt në jashtëm nuk ka bërë diçka ndoshta të madhe që mund të vlerësohet nga njerëzit, por Allahu e din sinqeritetin e saj dhe Allahu e din vërtetësinë e saj që ka bruar nga zemra e saj. Andë në bazë të kësaj Allahu xhallahu ala ka shpërblyer dhe ja ka dalë përmes një vepre të rëndomt, përmes një vepre ndoshta të zakonshme, mirë po me sinqeritet ja ka dalë që Allahu xhallahu ala ta falënderon, ta shpërblen dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta përmend hadithe si shembull për neve. Sot kemi një rast tjetër i cili është me të vërtet shumë domethënës nga rastet, nga rrëfimet që i ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që vinë nga kaluara, po janë shembuj praktik edhe për neve sot. Kemi thënë se rrëfimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë të vërteta. Ai nuk flet nga hamendja, ai nuk flet nga rrëfimet e tokës, por flet nga udhëzimet e shpallës që i vijnë nga qielli, nga Allahu xhalla xhelaluhu. Në këtë rrëfim kemi një sjellje të një njeriu me të vërtet shumë brezlënse, një sjellje që mungon sot shumë në jetën e përditshme. Dhe Allahu ka dashur që njëri përmes asaj sjellje, atij virtyti t'ia del në premtimin që ja ka dhënë vllaut vet. Nga se të ndërruazër, kur flasim për me ia dal dunja, nuk flasim me qysh me ia dal në telashe e në probleme. Njëri për shembull ka telashe, ka probleme, e qysh me ia dal. Po, kjo është e vërtet. Dhe për këtë kemi marrë edhe rastet e fillimit atje. Ata që kanë qenë shpirt të ngujuare, ai që ka vrarë 100 vete, kështu më radh. Mirë po, njeriu me ia dal në këtë dunja është edhe me jetu në bazë të vlerave, me jetu në bazë të virtyteve, me ia dal faqebardh, me ia dal që në raport me njerëzit t'jetë i mirë. Nga se premtimi është padyshim një breng që e ka njëri i mirë mbi supet e tij, edhe ka qef mi dal njëri të fjalë. Sot fatkeqësisht kjo mi dal njëri të fjalë me zbatu premtimin, ka gjë është zbe. Me thjeshtësi më të madhe njerëz i shkelin fjalët e tyre, i shkelin parimet, vlerat për interesat më minimale të kësaj dunjaje. E ky rast tregon se qysh ky njeri ja ka dalë, përkundër që se ka pas let, por ja ka dalë me majt fjalën që ka thonë. E kjo është shumë e rëndësishme në jetën tonë të nderuar vëllezër besimtar. Përmend Ebu Hurajra, një nga transmetuesit e njohur të hadithit të Muhamedit alayhi salatu wasalam, i cili thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka përmendur një ditë një njeri. Nuk ka rënë me shokët e tij, edhe u ka përmendur një njeri nga Beni Israilit, nga gjenat e mëhershme të popujve të mëhershëm, Beni Israilit, populli Musait alayhis salam,
po gjithashtu nga Beni Israilit është edhe Jakubi edhe Jusuf a.s. me kështu mëra ka pas pejgamber shumë për tyne, ka pas njërës të mirë, por ka pas njërës të ligë. Në mes të mirë që kanë qenë, pejgamberi a.s. ka përmendur një njeri cili ka shku tek një shok i tij, një mik i tij me lyp pare borxh. Ka pas situatë vështirë, njeri ndodh, ka lënë për situata jo të mira, jo të këndshme, jo të lehta, edhe kemi nevojë për njëri tjetrin. Ka shku me i kërku borxh 1.000 dinar. 1.000 dinar është pare madhe. Dinari është i arit, para të është mi pas 1.000 dinar të arit. Që duket ka pas një punë shumë të madhe. Shumë dhe që ka lyp, i ka është me dërë një borxh i madh. I ka thonë kë personi që është kërku nga i borxhi, i ka thonë, parat t'i dho, mirë po, a ki dëshmitar? Unë për të dhëtë parat, po a ki dëshmitar që ti këmonë parat, njëse më shmonë s'mi ke dhonë. Ky ka thonë, kefa billahi shahida. Ka unë dëshmitar e kam Allahun. Në s'kam kontabi dëshmitar. Mi aftën Allahu dëshmitar. Në Zotin për të bëjt dëshmitar që kam me te i këthi parat. Ka unë atere për dëshmitar e pranova. A ki garantus, dërzan, që si këthen ti, unë ati e lypi parat. Që normal pare madhe, dënë garancë. A ki kefil, a ki garantus, dërzan për këtë qështje. Ka thonë, kefa billahi kefila. Ka mi aftën Allahu dërzan për këtë punë. Që ka Allahu në ka shti dërzan për këtë qështje. Kjo është fjallë e madhe. Kjo dërzanie madhe. Po kush e kupton mirë, po. Që njerë sot bojmë bendë Allahun se ka gali, e thëmë premtimin, thot, Zoti e din, a e din që i po gënjen, për shambull, pa të kecisht. Po ky njëri ka qenë besnik, dhe ti përmenim dobit pasaj në fund. Edhe, ka thonë Zotin e kam garantus për këtë mund. Ka në qevla paret, edhe në marrë është për një kohë saktume, si me thonë mas një vjetë, që është të më rogë mi këthuj paret. Edhe ky kthehet. Rruga me shku detaj vlahu ka qenë përmes një lumit të madh, ose një cop deti, po ka pas me së një ujë. Ka shku të ai i ka marrë parët edhe u këthy. Kur ka ardhur koha me e la borxhin, i ka bërë parët gati, edhe ka shku të bregu i lumit, që me shku me e la njërit parët. Ka prit me andë një bark që ka transportu njerëz nga bregu në breg, s'ka ardhë ditë kurgjë. Ka prit me ardhë i kush, s'ka ardhë kush. Realisht, ka qenë pa mundshme me kalu ujin, se uj i thellë, i gjatë, transporti s'ka ardhë, njeri atje pret, Zotin dërzan e kumlon, brengë madhe, që është fargale? Njeri që se ka gale, që ka thot? S'pa transport, jo që javë në arshme, që ka me bo? Ja, ka thonë fjallë. Andaj, qka ka bo, ka prit tankone, ka po që s'ka transport, sa s'po vjen kur sot, e ka marrë një cop druni, edhe i ka pështjellë parët në ta. Mrena drunit i ka fut parët. Edhe ka bo një letër, i ka thonë, unë një filën fisteku, pare që ku basë më të këthuj sot, që pa t'i kthej. Edhe i ka qënë ujë. Se Allah është dërzani. Edhe a i ka dalë atje mi prit parët, ka thonë, Allah në ka bo dërzan, kështë s'ka qare pa i këti parët, se bënë zëtë ka bo. Prit, s'ka kur gjë, të bregu aty, valtë, po godasin në breg, edhe ka pa një cup druni, ka me sifru një parët, për marë që cup druni edhe e zjarën me ta. Bile s'pa këtë fitoj t'i qka pëtën. Atëherë, ka shku të shpija, kore ka coptu druni, kore ka po mrana, paret e ti që ja ka qu, miku që ka marrë borxh. E aty mrena e shkrume, nuk pata mundësi më ardhë, edhe, dhe më thonë, ja ka këthy paret. Mirë po, nuk e mjoftu me kaqë të vëzër. E të pare i ka qu veç mi thonë fjallë, paret i kom qu. Kur u qesu situata, mas një kohë, një javë, 2 javë, po, që ka ndodhë? Ka shku edhe ka marrë 1.000 dinar tjera i ka marrë. Edhe u shku të miku atje. Ta shani ka pas bark, ka i më bark, edhe ka shku të miku i ti atje.
Kur ashtu të miku, o mirë se erdhe, që e thot mik, që është të situata, dola, po s'pat kur gjatë dit, edhe ju vënu pak për arsye ma për halal të që borqi. Aja ato pare i kalqua që të Allah me koni pasër, se e kun këthy nëmën tënë paret, a këti që ka në që ka këthy, këti ka onë që po të dhe paret, sa i kalqua në deti. Edhe thot, kjo tani kur e shë qëfar koreksie, apo edhe e shë që besnikrije, edhe ja përmen fund që këto 1.000 dinarët që i ke prujën tujat, sa ato 1.000 para që i ka qu, i ka kryu Allah për ty. Kanë ardhë, i ka marrë në dorë. Edhe i ka dalë në fjalë, në përmtimin që i ja ka dhonë. Të ndërrodhëzër, kjo rast mund të duket pak si rrëfim prallor, mund të duket pak si rrëfim për, apo kështë situata pak me kalu kohën. Mirë po, rastet e këtila ka shumë njëtë, pavarësisht qysh ndodhin, po njerë që janë besnik, edhe të ndëmi do njerëzën fjallë, qysh kanë mundësi, ka shumë. Kjo e ka lëshu ato ndeti, zëmon që i tash t'i dush me lëshu në ujë dikun, zëmon me bo një si kë, por do me thonë që me bo maksimumin për me do njërin fjallë, që kjo mësimi? Andë që ka marim na për i kësaj të ndërvëzë për këti rëfimi? Marim mësimet shumë të atë ndërvëzë rëfimi. E para që marim mësim është se njeriu një jetën e vetë duhet me pas gjithmonë ndyrë që kur i troket ja qilë dikush derën. Prej treguzve që shoqënia është mirë, prej treguzve që shoqënia funksionon mirë është kur njeri kalon situatat vështira, ka dyrë në shoqëni, në familje, në këshillak që kur i troket ja qilin derën. E ja bojnë qarën. E jo fatkeqësisht njëri për shkak me konë e zër, e mu kujtu kujt me atë sa ka derën, kush do që të bjen me thosh po çfarë më kës nuk gjinet, po jo më kës niman, po jo më kështu, mos me gjet një njeri që ndoshta niman një sen thjesht me të i kalu. Një bar tron me e bardh si duhet. Prandaj ky ka pas të lashe dhe kemi njerëz bim të lashe. Ka mundësi të smulet dikush, ti ndoshta me hongër për ditë mu vesh ki, ama ka njerë vinë borë që e caktuar që e te kalu mundësi dhe kapacitet të material për mbush kërkesën. Neve në ka ndodhë, apo kemi kërku këtu nga njëre, fonde për me ndimu dikon që është i smut, që s'ka mundësi. Andaj në momentin kur ka në shoqni, dyrë që kur i troket të bojnë qare, me ty solidarizohen, të përkrahin, kinë kanë me llogarit. Kjo është regu se shoqënia, alhamdulillah, ka gjallëri, ka pastërti, ka rahmet. E ku ka rahmet, e ku ka solidaritet, e ku ka përkrahje, pa dushim se ka dhe ndihmë të Allahut, edhe ka mëshirë të Allahut xhallahu ala aty. Aty ku njëri jetë vetë, se s'ka kusha në gjithë dorën, jetë vetë se s'ka kush i niman, është regu se ka hub rahmeti, e ku hub rahmeti, hub bereqeti, hub dashnia, hub respekti, fatkeqësisht. Andaj të ndërvëzër, kur dëgjojnë për raste se dikush i ka nimu dikujt, ju ka gjindë me boni hal, me zgjidh një problem, i ka nimu me boni qare, një gëzojme 2 fish. Pse gëzojme 2 fish? Një fish gëzojme pse një njët ju ka bo qare, alhamdulillah. Ama gëzojme edhe një fish ma shumë se herën e parë. Qysh? Një gëzojme që atë ju ka bo qare, po gëzojme që në shoqni hala ka njerës që ka rahmet e bojnë qare. E sot ka që si që bojnë rahmet, e nimojnë, e dajnë të vetën mi anda dikujna, na i në mirë. Na i në mirë. Pa mendi kur na dominon egoizmi, kur na dominon interesi personal, kur dominon fatkeqësisht refuzimi, s'kam vëllai, kam punë të mia, jam në investime, kur s'ka rahmet, atëherë punë rrezik. Atëherë punë keq. Andaj këtu ka pas rahmet. Ka shku atje edhe ja ka tërki dirën, i ka unë po vllapë. Çështja e dytë ndërvëzër që duhet me pas parasysh këtu është se në çështjen e borxhit, që është çështje e ndihshme, duhet njerëz me ndërmarr masat e sigurisë. Për shembull, njëri jep borxh edhe ndihmon. Mirë po, duhet me koni kujdesshëm që me i regjistru këto sene. Nëse borxhi pak më i madh me pas dëshmitar, që nesër mos më u mi ka von kaq, ti ka von kaq.
mu caktu data, mu caktu gjitha sene. Jo pse ti dyshon palën e dytë që për jep. Ama nuk dihet rrethanave, nuk dihet kohës, harran, habitet. Ma mirë kemi diçka që realisht e kemi të qartë. Në këtë kohë mi ke marrë çikaç, ti kom jap çikaç. Mi ke thonë çikaç, mi kthen çështu ato. Prandaj Islami ka para pa udhëzimet mjaftueshme që garantojnë eliminimin e çdo tendence për konflikt mes muslimanëve. Gjithçka që ka mundësi me fërku mes njerëzve, që ka mundësi me qunë armiqësi, Islami e eliminon, e largon. Të merre që të mos si dihet. Ti se ki për çat punë, nështë ati je shumë korrekt, je shumë besnik, ama na duhet me pas një marrëveshje. Na duhet me pas një marrëveshje. Ka rëndot për shkak të merr dikon punë, hajt tani ja bëjmë diçysh. E tani çysh ja bëjmë diçysh? Thirr për shkak mas orarit, para orarit, po na çikaq, hajt ta paguaj, çikaq, unë komunu çvalla që për çikaq. Jo në komunu për çikaq, e s'ka komunu s'ka menuar. I caktoni mirë në vakt, bëhet marrëveshja, ti ai pajtimit, ai gatshëm me mshërbim, me kry punë, me punu tonë për çikaq. Orare çikaq, kjo puna, kjo rruga, po çikaq. Për sa 6 muaj, 1 vjet bëna marrëveshje, unë të një fjalë, ti për një fjalë, çështë vota. Ama hajde nisë atë ne këshyrëm, s'bën kështu. Nuk bën për shkak se çdo paqartësi hap shtigje të shejtanit me fut armiqësi. Nuk bën pas paqartësi. Është e qartë. Është e qartë. Në çdo raport njerëzor Islami kërkon marrëveshje konkrete, praktike, dëshmi të qartë se s'la pal i din obligimet e veta edhe i din të drejtat e veta. Me ditë, çashtu është e puna edhe në martesë. Jo për shembull, hajt po ecëm pak të rekshym apo na shkon. 3 vjet, 4 vjet ecën, shëtitin, janë bashk, në fund vas po na shkon. E çysh 3 vjet tani s'po na shkon? Fillim mirë të vesh. Po pajtohemi, mu pajtuani çift letë është. Jënë 3-4 sene një që duhet mi pas qartë, tjerat pasaj bom për udhe. Valla po pajtohemi, po më pëlqen, pamja jote, po më pëlqen sjellja jote, po më pëlqen edukata, po më pëlqen familja jote, në rregull, unë i kam do kërkesa, ti plotësoj, mirë me vesh, ta shkojmë edhe me prende, me familje, fejon edhe e studje. Më ditë, ja ki të fejume, ja ki gru, ja ti shka ki. Ama bredhja udhve, ose kjo forma e re e deformimit familjar, bashkjetesa, asë ka burra, asë ka gruz, din qka e ka. Na bashkjetujmë që shtu apëtën. Qka jeni ju? Kurgjës jena na. E qysh kurgjës jena na rina bashk? Ata realisht jetojnë si burë e gru, ama nuk pranojnë me kumë burë e gru. Pse së pranojnë? Pse ka obligime, unë zdo obligime. Kjo është e pa qartë, kjo është e pa kuptim. Ja ki burë, ose ja ki gruja, se ki kurgjë. Le gru në të lirë, ose le burë në të lirë. Në du me pas marrëveshje, kontrat. Islami parashaj kontrat. Du me pas prezent të babës, se kjo qikë është i dikujna, ka familje, e ka rrit dikush ta, për to kujdes dikush, për to mërzit dikush, për to kakaj dikush, për to ullodh dikush. Andaj qaj kujdestari, baba i sajnë këtë rast, është prezent, vinë e kërkuj, që shë aditit e ra? Edhe du me ditë kujt pjepim, kush jeti për djallë, i kujt jeti, ka kone ki familje ti, a janë dërena, po du me ditë ku për qëmë qikena, kujt me caka dhe se derën se ka problem, me kanë kena puna, gjithë s'ka të me kone qartë. Ama s'din, Allah me një djallë për shkon s'dimi ka i tërë, po duke që është i mirë, që është mërë qikën e apë dikuj, që zdi një kujnë ashta, ka ashta. Përndaj kjo, pa qartësi, nuk kanë regull, du të me konë punë të qarta, merë bërë qartë, sa ke marë kur e këthen, ja merë qikën dikujt me po qartë, a ki gru la që e ki, me po qartë këtë punë, merë punëtore, a ki ortak, a ki partnera, që e ki këtë punë. Gjithë shka të me kone qartë. Andaj Islami kështu ti parashet çështja që njerëzit me jetu secili duke garantuar të drejtën e vet, duke garantuar secili se i kanë obligimin e tjetrit. Mirë po, ka as edhe s'di çka ka kjo, shkakton pastaj probleme, armiqësi, urrëtie, tani haj çuti e pajtoj mes njerëzve, e haj çuta se ma ka marr çikën e këtë ma çikën e kështu me radhë. Këto punë shkojnë kështu. Jeta është e ndërtuar mbi dinitet, mbi përgjegjësi, mbi vlera, mbi marrëveshje, andaj në çdo aspekt ti jemi të kujdesshëm. Veçanërisht thash në aspektet e kontratave të përbashkëta. Kontratave të përbashkëta me ditë se si don çka i takon në raport me tjetrin. Këtu janë disa prej dobive dy përmena, nga se edhe rasti pak i gjatë në murku, ka arku e zanit, ne do të vazhdojmë inshallah me këtë rrëfim edhe në javën e ardhshme, me përmend dobit e mëdha të këtij rasti të rëndësishëm,
edhe disa paqartësi që mund t'jenë këtë rast, inshallah i sqarojmë për të kuptuar se besnikëria e njerëzve të mahnit ka njëra. Njerëz që din me kënd fjalës të habitin, sikurse rasti i këtij njeri. E veçanërisht kur dorëzon e ki Zotin, veçanërisht kur dikush të beson në emën namazit që e fal, veçanërisht kur dikush të beson në emën të haxhit që e ke bë, në emën të xhamisë që shkon, xhumas që e fal, kur dikush që për çfarë beson, do të ka gjafar besnik me kon. Nga se në emën të Allahut ka besu. E me shkel mbes në emën të Allahut është ka gjatë rrethie e madhe. Allahu na ruajtë na falt, e na boft Allahu me kon të fjalës, e me kon të besës, e me kon të marrëveshjes, ç'është duhet. Nga se gjithë i bëjmë në emën të Zotit, edhe shpresojmë tek Allahu që Allahu xhallahu ala me na shpërblyj. Kjo është pjesa e parë për këtë rrëfim, vazhdojmë inshallah edhe gjumën e ardhshme. Allahu na udhëzot në rrugën e drejtë. Allahu na pajtoft me zveti, na lidh dhe ma tepër me zveti, na bëf që dyrt e njëri i tjetrit me kon qel për një tjetër. Që kur të ketë derën me di që ke rrugit në dyrt vllau ton, edhe ke rrugit në derën aty që ta zgjat dorën e të jap krahun e shpinën, ke çka ke nevojë, me të ndihmu që më ia don nga se ti dikur ja ke buqurut ose ja bën tarmën. Që kështu shoqënia funksionon dhe çështu ndërtohemi që është duhet në emër të asaj që na ka mësuar Allah dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Me kaq për këtë pjesë Allah shpëlbeft. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.